qa i pangopuri, qa maskaraje. Do më thënë, ka pasur në kohën e Berishës, në 2005 vlla, në kohën e Nanës po dushti, ka pasur trafik qëndjesh njerëzore pa fund me gomone. Ndodhi 9 janari, po ta mbash mend atëherë me gjitha merat, po e marrë dhe mjera. Nuk vritej gjyqtarin mes ditës, o vlla. Do më thënë, neve duhet presim që tenten, pas nesër, të hynë në njoni dhe t'i futet më molotov të 120 vetave që anë aty, t'i vrasi. Po kjo s'not, bro. Kjo nuk... A u hyrin gjukat, vlla? Po dhe i tash bandat që kanë ndihmuar këtë me u zgjedh. Si du të heqë armët bandave kë? Se bandat pa armë nuk ka më kuptim bande, vlla. Do ju ushqej më shumë armë. Si du t'i ushqej kë? Apo sa të njerëzit, më thënë, këta që jo kemi shkatruar pronat, këtyre do t'i heqim armët. Juve që i zaptoni, çakes, ju keni armët e shtetit. Se hongshin kokat e njëri tjetrit, thaje. Kjo ishte filozofia e luftimit krimit të Ramës. Ai kur u vran bandat, tha hongshin kokat e njëri tjetrit. Ngjeti mu i kryeministër tjetër që e ka bërë deklaratë. Nuk e di vlla, unë jam ju më jena të mërzit, po jam i shkatruar emocionalist sot vlla. Sot jam i shkatruar emocionalist. Ne tjetër, ne diskutuam pak a shumë me njëri tjetrin. Po kjo lloj teme tani do ishte në turpin tonë nëse ne nuk do e trajtonim këtë temë sot. Se kjo është tema të gjithë temave dhe besoj unë do jetë shumë gjatë. Sepse sot është Shqipëria, me të thënë drejtën, ka marrë goditjen më fatale, sidomos te drejtësia, se shiko shpendo. Kohët e fundit kishin njerëzit pak besim te drejtësia, nga kjo, domethënë, spaku, nga këto etj etj. Për mua janë iluzione, ta